Si ndikon ushqimi në pamjen dhe shëndetin e lëkurës suaj, ushqimet që ndihmojnë dhe ato që dëmtojnë. Lëkura është pasqyra e brendshme e trupit ton, dhe shëndeti i saj nuk varet vetëm nga kremrat dhe trajtimet e jashtme. Ushqimi i përditshëm që ne konsumojmë ndikon drejt për drejt në pamjen dhe mirëqenien e lëkurës. Një ushqyerje e shëndetshme dhe e pasur me lëndë ushqyese të duhura mund të ndihmojnë në përmirësimin e lagështisë, elasticitetit dhe shkëlqimit natyral të lëkurës. Ushqimet që përmirësojnë shëndetin e lëkurës. Peshku me yndyrë natyrale. Peshqit si salmoni dhe sardelja janë të pasur me acide yndyrore të shëndetshme që ndihmojnë në hidratimin e lëkurës. Ulin skuqen dhe ndihmojnë në luftimin e çrregullimeve si psoriasis dhe dermatiti. Farat e lirit dhe arat, të mbushura me acide yndyrore të domosdoshme. Këto ndihmojnë në forcimin e shtresës mbrojtëse të lëkurës, duke mbajtur atë të butë dhe të mbrojtur nga dëmtime. Perimet me ngjyrë të kuqe dhe portokalli. Domatet, karotat dhe specat përmbajnë karotenoide dhe antioksidant që luftojnë plakjen e parakoshme dhe ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga rrezet e dëmshme të diellit. Frutat e pyllit. Boronicat, dredhëzat dhe manaferat përmbajnë lëndë ushqyese që mbrojnë qelizat e lëkurës nga dëmtimet dhe ndihmojnë atë të duket më e re dhe më e freskët. Çaji i gjelbër, i pasur me përbërës bimor të dobishëm, ndihmon në luftimin e ndotjes së brendshme që ndikon në lëkurë dhe ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në lëkurë. Ushqimet që mund të dëmtojnë lëkurën. Sheqeri i bardhë dhe produktet e përpunuara. Sheqeri i tepërt dhe karbohidratet e rafinuara nxisin skuqje, puçra dhe plakje të parakoshme. Ato ndikojnë në rritjen e hormonit të insulinës, i cili mund të shkaktojë çrregullime në lëkurë. Produktet e qumshtit në sasi të mëdha. Tek disa njerëz, qumshti mund të ndikojë në përkeqësimin e akneve dhe problemeve të tjera të lëkurës, sidomos gjatë periudhave hormonale. Ushqimet me yndyra të ngopura dhe krip të tepërt. Këto përbërës mund të shkaktojnë fryrje, thatësi dhe dëmtim të qarkullimit të gjakut në lëkurë, duke e bërë atë të duket më e lodhur dhe pa jetë. Përfundim, për një lëkurë të shëndetshme dhe të bukur, nuk mjafton vetëm përdorimi i trajtimeve të jashtme. Ushqimi i balancuar, i pasur me lëndë ushqyese, është baza e një lëkure të pastër dhe të ndritshme. Zgjidhni me kujdes atë që vendosni në pjatën tuaj, sepse çdo vakt është një hap drejt një lëkure më të mirë.